Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Zona Tech. Hapësirë kjo ku ne flasim për të rejat e fundit të teknologjisë, për zhvillimet e saj, si dhe për histori dhe personazhe të njohura të kësaj bote. Është kënaqësi të jemi sërish bashkë në studio në vendin ku teknologjia është bërë pjesë e pandashme e jetës tonë të përditshme. Pa humbur kohë, le të fillojmë me lajmet e javës. Mira Murati dhe Mark Zuckerberg. Mira Murati dhe ekipi i saj refuzuan ofertën deri në 1.5 miliard dollar amerikan nga Meta për të kaluar tek laboratori i inteligjencës artificiale të Zuckerberg. Asnjë antar i ekipit nuk e pranoi ofertën. Sony ka prezantuar një koncept ku përvoja në lojra përfshin aroma të gjeneruara sipas skemës, për shembull bar, tym, pluhull. Teknologjia është pjesë e një sistemi të quajtur Smell o Vision, i integruar me audio, pamje dhe feedback haptik. Për momentin është vetëm në fazë testimi, nuk ka datë për lancimin konkret dhe është pritur me skepticizëm nga lojtarët. Zvicra ka krijuar një kabël interneti kuantum ku hakimi është fizikisht i pamundur. Inxhinierët kanë vendosur linjën e parë të fiber optikës të koduar në kuantum, e cila është plotësisht funksionale. Vjedhja e të dhënave është e pamundur, jo për shkak të softwareve, por për shkak të ligjeve të fizikës. Kina do të presë World Humanoid Robot Sport Games në gusht të 2025-s, një turne robotësh humanoid që do të zhvillohen në stadiumet ikonike të Olimpiadës 2008 në Pekin. Microsoft ka planifikuar që të heqë mbështetjen për fjalëkalimet në aplikacionin Authenticator nga viti 2025 në favor të Passkeys dhe FIDO2 për sigurinë e identitetit. Shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi në studio me dy të ftuarit. Jemi rikthyer në studio me dy të ftuar shumë special. Kam kënaqësinë të kem në krah Dr. Suela Dinellari, përgjegjëse e Departamentit të Shkencave Sociale, dhe Dr. Maria Dojçe, pedagoge në Departamentin e Shkencave Sociale. Ju faleminderit shumë të dyjave që pranuat ftesën të ishit sot këtu me ne. Pa humbur kohë, fillojmë me pyetjen e parë. Cilat janë fushat dhe programet që mbulon aktualisht Departamenti i Shkencave Sociale? Së pari ju falenderojmë për ftesën. Është një kënaqësi e madhe kur ndajmë me të rinj si ju idetë tona në lidhje me programet, në lidhje me mënyrën se si organizohen programet e Departamentit të Shkencave Sociale. Departamenti i Shkencave Sociale është një ndër departamentet e Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Humane të Universitetit të Korçës dhe është një ndër departamentet më të mëdha, sepse mbulon disa programe në 2 cikle studimesh. Cikli i parë i programeve është cikli bachelor, që mban 2 programe studimi, administrim dhe politika sociale dhe shkenca politike, dhe cikli i dytë është master dhe ne mbulojmë 2 mastera, mastera shkencor përsëri 2 master shkencor në mësues në shkenca sociale dhe master shkencor në etik dhe leadership dhe master profesional administrim publik. Ndërkohë, departamenti ynë ka dhe një program shumë të mirë dhe të suksesshëm që është program profesional 2 vjeçar, i cili është shërbim social. Si departament është përpjekur gjatë gjithë kohës që të qëndrojë dhe të jap formatin e vet edhe universitetit për të përmbushur kriteret e kërkimit, kriteret e zhvillimit akademik dhe në të njëjtën kohë kriteret e shërbimit palëve të treta. Këto janë programet. Si orientohet kërkimi shkencor dhe çfarë projektesh mbulon departamenti? Kjo është një nga pyetjet e gjetura që keni bërë, ashtu si dhe unë e thash duke qenë një njësi edhe kërkimi dhe akademike, pothuajse të gjithë pedagogët që janë pjesë e këtij departamenti janë të angazhuar në projekte të ndryshme, duke filluar nga projektet institucionale fitues, siç ka qenë profesore Denisa Titili, deri në projekte ndërkombëtare siç ka qenë profesore Maria, e cila është këtu me ne, është në panel. Por vlerë të rëndësishme kanë pasur edhe projekte të tjera, të cilat kanë krijuar hapësira dhe mundësi bashkëpunimi ndërinstitucional, ku koordinator ka qenë profesor Ersel Kalemaj dhe njëkohësisht edhe një projekt i cili është bërë në bashkëpunim me Universitetin e Kosovës, me Departamentin e Psikologjisë, ku koordinatore ka qenë pedagogja Elona Kodel. Pothuajse të gjithë pedagogët janë të përfshirë në këto projekte. Unë përmenda vetëm emrat e koordinatorëve, por gjithë stafi akademik është i përfshirë dhe aktualisht po punojnë për të ngritur, le të themi, ide në lidhje me projekte të reja. Fokusi ynë ka qenë në vazhdim
të kërkimeve për të shërbyer palëve të treta, por në të njëjtën kohë edhe për t'ju afruar të rinjve. Ç'do thotë kjo? Kjo do thotë që ne shpeshherë përpiqemi që gjatë organizimit të projekteve të përfshijmë edhe student dhe gjimnazistë të cilët ndihmojnë në realizimin e suksesshëm të projektit, si për shembull në mbledhje pyetësorësh, në realizimin intervistash, në vëzhgim. Dhe paralelisht me këto ne përpiqemi që të marrim një feedback prej tyre për të kuptuar se cili është interesi i të rinjve sot. Dhe besojmë që ja kemi dalë deri tani. Faleminderit. Cili është vizioni dhe cilat janë strategjitë që po ndiqen aktualisht për zhvillimin e programeve në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të inovacionit në shërbim të palëve të treta? Së fundmi, Departamenti i Shkencave Sociale sigurisht mbas konsultimesh të vazhdueshme në mënyrë hierarkike institucionale, por që sigurisht kanë lindur si ide nga departamenti, ne jemi përpjekur që të evidentojmë këtë kërkesën që ju sapo e thatë. Nga njëra anë kemi shërbimin ndaj palëve të treta që do të thotë ndaj komunitetit, dhe nga ana tjetër ndaj të rinjve, të cilët shpeshherë kërkojnë hapësirën dhe mundësi ku të shpalosin veten dhe sidomos në fushën e teknologjisë dhe inovacionit. Idejt së fundmi të departamentit janë ato që do të orientojnë, le të themi, programe të reja studimi. Dhe ne i qëndrojmë fort kësaj ideje sepse mendojmë që aktualiteti kërkon një gjë të tillë. Ne duhet i qasemi sa më shumë dhe konkretisht ne do t'i afrohemi ashtu siç dhe vetë programi departamentit na vizionon, inovacionit social. Faleminderit. A mendoni se risitë në inovacion dhe teknologjia prekin qëndrueshmërinë e shkencave sociale? Për këtë do t'ja le fjalën profesore Maria, se cila ka punuar vazhdimisht në këtë fushë, edhe pse jo brenda departamentit, por ka një qasje shumë të mirë, kështu që profesore Maria mund t'ju flas më gjatë. Po, faleminderit Suel, faleminderit ju për drejtimin, faleminderit dhe për ftesën. Në fakt, është gjithmonë kënaqësi që ne të kthehemi dhe të rikthehemi në televizionin e Korçës për të informuar jo vetëm audiencën e gjerë, por kryesisht të rinjt, ashtu siç e përmendi dhe Suela. Departamenti i Shkencave Sociale ka një peshë në fakt në qytetin e Korçës, por dhe më gjerë, sepse shkencat tona janë ato shkenca që janë më pranë zhvillimeve, ndryshimeve, risive, por edhe pjesës problematikave sociale. Dhe në çdo shoqëri, ashtu edhe në këtë vendin tonë të vogël, ne kemi aq shumë fenomene sociale për të trajtuar, për të studiuar, edhe për të mirë këshilluar dhe orientuar audiencën e gjerë. Kështu që faleminderit që na keni në konsiderat dhe her pas here na kërkoni mendimin dhe na bëni pjesë të emisioneve tuaja. Për sa i përket pyetjes tuaj konkrete, përmendi pak Suela, kolegja ime, që ne prej shumë vitesh që kur jemi bërë pjesë e jetës akademike dhe kemi marrë përsipër një profesion dhe një mision në vetvete të kualifikimit të rinjve, por edhe të studimit të problematikave në vendin tonë, jemi pjesë integrale e shumë projekteve ndërkombëtar, nga të cilët mësojmë, por edhe jemi në kontakt me risitë e reja që ndodhin thuajse në të gjithë botën. Në këtë kontekst lind dhe ideja, duke qenë se sot ne po jetojmë në një epokë digjitale, të transformimit të vrullshëm, të ndryshimit të ndjeshëm të tregut punës dhe të vetë profesioneve. Në këtë kontekst lind nevoja dhe domosdoshmëria që ne si departament dhe si ekspert të fushave tona të mendojmë se si do të kyçemi në këtë treg të ri i cili po ndryshon jo vetëm mindsetin apo konceptueshmërinë e të tashmes dhe të ardhmes, por edhe vetë profesionet. Në këtë kontekst, ne jemi duke menduar dhe duke studiuar me kujdes pistat e reja që ne na presin dhe si do të qasemi drejt inovacionit social, i cili është një risi në fakt në të gjithë rajonin, por edhe në të gjithë botën, pse jo. Faleminderit. Së fundmi, po vëret që tregu i punës kërkon kërkesa të reja profesionale. Çfarë mendimi keni ju për këtë realitet të ri dhe si qasen shkencat sociale në këtë ndryshim? Atëre, për parantezë do më duhet ju them që shkencat sociale janë ato shkenca që derivojnë dhe integrohen te çdo ndryshim shoqëror, sepse vetë ndryshimi shoqëror studiohet nga këto shkenca. Çdo fenomen që prodhohet është pjesë e studimit tonë, është pjesë e punës tonë të përditshme. Kështu që profesionet e reja apo freelancers, siç jemi mësuar ti ndjejmë kohët e fundit, janë profesione që gjithmonë do të duan pjesën humane dhe sociale ta kenë të qëndrueshme dhe të brendësuar. Edhe vetë teknologjia në vetvete ka nevojën e studimit social, sepse të themi disa aspekte tani konkrete,
ndryshime teknologjike dhe rritja e digitalizimit në vetvete sjell një dehumanizim të qenies shoqërore, edhe një ngadalësim të ndërveprimit të drejtë për drejtë të njeriut. Në këtë kontekst, shkencat shoqërore kanë një hapësirë të re, një pistë të re studimi. Duhet të jenë të kujdesshme që ne të mos kalojmë në tjetërsim të vetqenies. Dhe kjo është ajo pista e re ku ne jemi ndalur dhe po shohim se si do të ndërthuremi në studimet sociale kundrejt teknologjisë. Pra çdo risi teknologjike apo çdo profesion i ri që sot po qaset në tregun e punës, ne po shohim se si do të integrohet vetë studimi shoqëror, aspektet sociale të vetë ndërveprimit, kualifikimeve, inovacionit, si do të integrohen në këtë sistem të ri të profesioneve të reja që sot i kemi aktive. Unë mund t'ju tregoj nga përvoja ime, për disa vjet unë kam drejtuar qendrën e inovacionit dhe hubin në qytetin e Korçës, e cila është një qendër që po bën një punë vërtet shumë të mirë për të rinjt dhe po i orienton në këto programe të reja të tregut punës. Çfarë vjet re? Për shembull, të gjitha programet apo profesionet e reja që po gjenerohen sot kanë nevojë për një mirë orientim se si do t'i shërbejnë njeriut, sepse dhe vetë teknologjia është në funksion dhe në shërbim të rritjes të cilësisë së jetës njerëzore. Të ulim stresin, të rritim produktivitetin, dhe t'i shërbejmë në kohë më reale, më të shpejtë dhe më të duhur, më eficiente vetqenies njerëzore. Në këtë kontekst, shkencat sociale, kryesisht sociologjia, filozofia dhe psikologjia, janë edhe më pranë nevojave të njeriut. Faleminderit. Momentalisht mund të diskutojmë pak se çfarë ofron Departamenti i Shkencave Sociale për studentët që duan të adresojnë në këto programe studimi? Në fakt, ne ofrojmë shumë, por kemi bërë pak reklam të asaj që ofrojmë. Ne përmendëm, ne jemi të paktën 12 ekspert që i njohim shumë mirë fushat që ne mbulojmë, si të shkencat politike, të filozofia, të sociologjia dhe kështu me radhë. Ne përgatitjem individ që i shërbejnë shoqërisë dhe këtu do ndalesha në një tjetër aspekt që ne kemi fenomen tashmë edhe në qytetin tonë, siç është vetmia e moshës së tretë. Ne e përmendi Suela, kemi një program të shërbimit social, por na mungojnë qendrat komunitare të shërbimit. Ne nxjerrim çdo vit të paktën 30-40 ekspert apo profesionist, zanatçin të mirë që mund t'i shërbejnë shtresave në nevojë apo shtresave me aftësi ndryshe. Tani, kjo nuk është pak. Të prodhosh ekspert që shërbejnë në fushën e shërbimit social, i cili është aq i nevojshëm në të gjitha vendet e botës, dhe ne në qytet na vuan mosha e tretë sepse nuk ka ndihmën e mbështetjes sociale. Këtu departamenti ynë konkretisht është me kokën lart duke thënë, ne po sjellim ekspertizën. Na jepni hapësirë që këta njerëz të hyjnë në aksion apo të hyjnë në veprimtari për të krijuar qendra dhe për t'i lidhur me komunitetin. Departamenti i Shkencave Sociale sot ofron të gjitha programet e studimit që përmendi Suela para në përsëritje, por i ka programe që i shërbejnë komunitetit, qoftë shkencat politike, qoftë administrimi publik. Çdo institucion sot, në sektorin privat apo publik, ka nevojë për një administrator të politikave të brendshme. Institucioni pa pasur një statut të mirë organizuar, të mirë orientuar, pa pasur politika të brendshme, nuk mund të ndërveproj me palët e shërbimit apo me palët e treta që bashkëvepron. Kështu që ne duhet të kemi pak më shumë bashkëpunim dhe të shihemi me një sy të drejtë dhe të duhur nga ana institucioneve lokale apo qeverisë vendore për të bashkëpunuar me ne dhe për t'i dhënë ekspertizat e duhura në vendin e dur. Një aspekt tjetër që ne jemi duke e menduar dhe së shpejti besoj do jemi në një pikë të konkluduar është krijimi një qendre kërkimore ku të gjitha problematikat, fenomene, statistikat edhe vetë inovacionin social, risit që i pret shoqërinë e të ardhmes, por edhe të tashmes, pse jo, në këtë qendër studimore ne duam të jemi ekspertët që japim të dhënat çdo institucioni të mundshëm për të dhëna empirike, të validuara dhe të mirë organizuara, pra të dhëna të qëndrueshme, jo opinione të përgjithësuara, por të dhëna konkrete të faktuara nëpërmjet strategjive të
hapave shkencor. Dhe nëse ne do të arrijmë këtë gjë, Universiteti i Korçës do të bëhet një promotor shumë i mirë për çdo institucion, mjekësinë, drejtësinë, bashkinë, çdo institucion edhe të sektorit privat. Pse jo? Kur mund të orientohen te ne dhe të marrin gati grupin e të dhënave dhe të hyjnë, të veprojnë, të parandalojnë, të përmirësojnë dhe pse jo të rritin cilësinë e shërbimeve për të cilat komuniteti ka shumë nevojë. Faleminderit, unë dua t'ju falenderoj edhe një herë që pranuat ftesën të ishit me ne. Shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi me rubrikën e radhës. Kalojmë tek njerëz që të teknologji nuk e kanë krijuar vetë. Ata janë bërë shumë të famshëm gjatë zhvillimeve të tyre teknologjike. Sot do të flasim për një nga figurat më të njohura të botës së teknologjisë, Mark Zuckerberg. Ai është themeluesi i Facebook-ut dhe udhëheqësi i kompanisë Meta, një nga platformat më të mëdha që kanë ndryshuar rrënjësisht mënyrën se si ne lidhemi dhe komunikojmë në epokën tonë. Në këtë episod do të hedhim një vështrim mbi jetën e tij, rrugëtimin drejt suksesit dhe ndikimin e tij në jetën e botës moderne. Sipërmarksi Mark Zuckerberg është themeluesi, kryetari dhe drejtori ekzekutiv i kompanisë teknologjike Meta, e cila zotëron platformat e rrjeteve sociale Facebook dhe Instagram. Si një programues i kompjuterash, Zuckerberg bashkëthemeloi Facebook me miqtë e tij në Universitetin e Harvardit në vitin 2004 dhe më vonë e la për të përdorur në faqe. Që atëherë, baza e përdoruesve të Facebook është rritur në më shumë se 3 miliard njerëz, ku duke e bërë Mark Zuckerberg miliarder shumë herë. Tani, personi i dytë më i pasur në botë, vendas i New Yorkut, mbikëqyr gjithashtu Threads dhe WhatsApp ndër platforma të tjera, dhe ka krijuar hapësira realiteti virtual 3D në Metaverse. Mark Elliot Zuckerberg liti në 14 majt vitit 1984 në White Plains, New York, në një familje të rehatshme dhe të arsimuar mirë. Babai i tij, Edward, drejtonte një klinikë dentare të bashkangjitur në shtëpinë e familjes dhe nëna e tij, Karen, punonte si psikiatre përpara se të bëhej nën shtëpiake. Ai u rit në fshatin Dobbs Ferry të Westchester me 3 vëllezërit dhe motrat e tij. Zuckerberg zhvilloi një interes për kompjuterët në moshë të re. Kur ishte 12 vjeç, ai përdori një program Atari Basic për të krijuar një program mesazhesh të menjëhershëm që i quajti ZackNet. Babai i tij e përdorte programin në zyrën e tij në mënyrë që të informonte një pacient të ri pa bërtitur në përdom për shërbimet e tij dentare. Familja gjithashtu përdorte ZackNet për të komunikuar me njëri tjetrin në shtëpinë e tyre. Zuckerberg shpejt i zgjeroi aftësitë e tij në kodim dhe filloi të krijonte lojra kompjuterike me miqtë e tij. Kisha një grup miq që ishin artistë, i tha i gazetës The New Yorker në shtator 2010. Ata vinin, vizatonin gjëra dhe unë ndërtoja një lojë prej tyre. Ai krijoi një version të hershëm të softwareit muzikor të ngjashëm me Pandora, të cilin e quajti Synapse. Disa kompani, përfshirë AOL dhe Microsoft, shprehen interes për të blerë softwarein dhe për të punësuar adoleshentin para diplomimit të tij, por ai i refuzoi të gjitha ofertat. Pas diplomimit nga ekstern në vitin 2002, Zuckerberg u regjistrua në Universitetin e Harvardit, ku mbërriti me një reputacion si gjeni kompjuteri. Në vitin e dytë të studimeve në institucionin Ivy League, ai ishte zhvilluesi i softwareve në kampus. Ishte në atë kohë që ai ndërtoi një program të quajtur Course Match, i cili i ndihmonte studentët që të zgjidhnin lëndën e tyre bazuar në përgjedhjet e lëndëve nga përdoruesit e tjerë. Ai gjithashtu shpiku Face Mesh, i cili krahasonte fotografitë e 2 studentëve në kampus dhe u lejonte përdoruesve të votonin se cili ishte më tërheqës. Programi u bë jashtëzakonisht popullor, por më vonë u mbyll nga administrata e shkollës pasi u konsideruai i papërshtatshëm. Në shkurtin e vitit 2004, Zuckerberg së bashku me miqtë e tij krijuan The Facebook, një faqe interneti që u lejonte përdoruesve të krijonin profilet e tyre, të ngarkonin foto dhe të komunikonin me përdorues të tjerë. Grupi e drejtoi faqen nga një dhomë konvikti në Universitetin e Harvardit deri në qershor të vitit 2004, pas të cilës Zuckerberg braktisi kolegjin dhe e zhvendosi kompaninë e tij në Palo Alto në Kaliforni. Deri në fund të vitit 2004, The Facebook kishte rreth 1 milion përdorues.
Facebook shpejt filloi të tërheqë interesin e kompanive të tjera që donin të reklamoheshin me qendrën sociale popullore. Duke mos dashur të shiste biletat, Zuckerberg hodhi poshtë ofertat nga kompani të tilla si Yahoo dhe MTV Networks. Dhe në vend të kësaj u përqendrua në zgjerimin e faqes, duke shtuar më shumë veçori, duke hapur projektin e tij për zhvilluesit e jashtëm. Zuckerberg duke i sikur nuk po shkonte asku tjetër përveç të lartë, por suksesi i tij nuk ishte pa polemika. Vetëm 6 ditë pasi lançoi Facebook-un, krijuesit e Harvard Connection, të rimëruar Connected You, u akuzuan atë se ai kishte mashtruar qëllimisht dhe kishte vjedhur idenë e tyre. Në maj të vitit 2012, Facebook pati ofertën e tij fillestare për publikim, e cila mblodhi rreth $16 miliard dhe vlerësoi Facebookun në $104 miliard, duke e bërë atë një nga programet më të mëdha në internet në histori. Pas suksesit fillestar të këtij programi, çmimi të aksioneve të Facebookut u ra disi në ditët e para të tregtimit, megjithëse Zuckerberg i rezistoi uljeve dhe gjithashtu edhe uljeve të hershme në performancën e tregut të kompanisë së tij. Vitin pasardhës, Facebook u rendit në listën Fortune 500 për herë të parë, duke e bërë Zuckerbergun, i cili ishte 28 vjeç në atë kohë, CEO-n më të ri në listë. Në prill të vitit 2012, kompania Facebook bleu faqen e mediave sociale për ndarjen e fotove Instagram për $1 miliard. Çmimi i lartë bëri bujë të madhe në rrjete. Instagram ishte vetëm një sipërfaqe e vogël me 13 punonjës në atë kohë. Megjithëse, investimi rezultoi i fryqëm. Tani, një faqe jashtëzakonisht popullore, platforma ka mbi 2 miliard përdorues aktiv në të gjithë botën. Facebook bëri blerjen e tij më të madhe në shkurt të vitit 2014, kur bleu shërbimin e mesazheve WhatsApp për $19 miliard. Aplikacioni mbeti kryesisht i paprekur deri në vitin 2019, kur Zuckerberg njoftoi se do të integronte infrastrukturën teknike të Instagram, Facebook Messenger dhe WhatsApp. Kjo çoi në largimin e themeluesve dhe punojësve fillestar të kompanisë. Pasi Zuckerberg mori më shumë kontroll dhe shtoi më shumë veçori, duke bërë që WhatsApp të rritej në popularitet. Tani ka afër 3 miliard përdorues. Kompania zotëron gjithashtu Belunga, Workplace, Ryan-based Stories, Threads, Reality Labs dhe kufjet VR MetaQuest. Facebook i filloi përpjekjet për të riemërtuar kompaninë dhe për ta distancuar Zuckerberg nga skandalet e tij. Në kushtin e vitit 2021, Zuckerberg nënshtroi një iniciativë të brendshme, të njohur si Project Amplify, për të promovuar histori pozitive rreth faqes së rrjeteve sociale në newsfeedin e përdoruesve. Në tetor, ai ndryshoi emrin e korporatës së Facebook në Meta, ku ai tashmë është themelues kryetar dhe drejtor ekzekutiv. Duke u hapur në faza, Meta deri më tani ka lançuar 3 hapësira digjitale: 3D Roblox, Fortnite dhe The Sandbox. Përdoruesit mund të socializojnë dhe të luajnë lojra me kufjet e tyre VR MetaQuest. Kompania gjithashtu ka zhvilluar modele të ndryshme të inteligjencës artificiale me burim të hapur. Në janar të vitit 2025, Zuckerberg njoftoi se Meta do të investonte $60 miliard në inteligjencën artificiale gjatë vitit. Planet përfshin ndërtimin e një qendre të dhënash prej 4 milion metrash katror në Louisiana. Është momenti të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi në studio me rubrikën tjetër. Tashmë është koha për disa kuriozitete teknologjike që ndoshta nuk janë shumë të dëgjuara nga të gjithë, por që jam e sigurt që kanë një interes shumë të madh për t'i ditur ato. A e dini që Baby Shark Dance ban rekordin për më shumë shikime në YouTube? Në krye të top listave me 9.9 miliard shikime, e ndjekur nga Despacito me 7.6 miliard shikime, statistikat janë përditësuar që nga 4 janari i vitit 2022. MySpace humbi pothuajse të gjitha të dhënat para vitit 2016. Për shkak të një migrimi të serverit që dëmtoi aksidentalisht skedarët, të gjitha të dhënat e ngarkuara midis viteve 2003 dhe 2015 u fshin. Websajti i parë në internet quhet CERN. Është ende i disponueshëm për t'u parë sot në info.cern.ch. Në vitin 1992, fotografia e parë u ngarkua në internet.
Ishte një foto e një grupi komik të quajtur Les Horribles Senet. Grupi u formuar nga punonësit e CERN-it. Janë vetëm 21 milion bitcoin që mund të minohen në total, që nga gushti i 2021-shit janë minuar rreth 18.77 milion bitcoin. Sistemi operativ Windows duhet të quajë Interface Manager. Fillimisht, Bill Gates donte që Windows të quajë Interface Manager, megjithatë emri Windows mbizotroi pak më vonë. Që nga tetori i vitit 2021, ka mbi 1.89 miliard faqe interneti në internet. Në vitin 2016, numri i faqeve të internetit pothuajse u dyfishua, nga 900 milion në 1.7 miliard. Amazon dërgon afërsisht 1.6 milion pako në ditë. Kjo është e barabartë me më shumë se 66.000 porosi në orë. Mbi 5 miliard snape, ose ndryshe foto të dërguara në aplikacionin Snapchat, dërgohen çdo ditë. Ka mbi 290 milion përdorues aktiv çdo ditë në këtë aplikacion. Më shumë njerëz përdorin internetin në Kinë se sa kudo tjetër në botë. Kina ka përdoruesit më aktiv të internetit në botë. Ka më shumë se 854 milion përdorues interneti në Kinë, e ndjekur nga India me 560 milion. Dhe ja ku erdhëm në fund të një tjetër episodi të Zona Tech, në këtë udhtim të shkurtër ku patëm mundësinë të eksplorojmë mbi fushën e teknologjisë, mbi historinë e saj, mbi personazhe të njohura, si dhe tani në fund me kuriozitetet që jam e sigurt që ishin shumë interesante për të gjithë. Deri në episodin e radhës, na ndiqni, faleminderit.